Dega e Bashkimit Demokratik për Integrim në Tetova akuzon udhëheqësit e komunës së Tetovës për keqpërdorime me pronën publike. Sipas tyre, planet e kryetarit të komunës, Bilal Kasami, janë shitje e tokave publike për €1 metër katror. Ato numëruan disa parcele që sipas tyre janë në plan për shitje, duke thënë se të gjitha këto informacione për, siç thonë, keqpërdorime do i adresojnë edhe në organet ndjekse. Pas shitjes skandaloze të monopolit për €1 metër katrori dhe pas shitjes së parkingut tek tregu i Gjelbërt për çmim qesharak, sot jemi dëshmitar të planit më të rënd dhe më të rrezikshëm për shitjen e pronës publike në Tetovë. Me propozim të Bilal Kasamit dhe me votat e shumicës VMRO Vlen, në Këshillin Komunal është përgatitur dhe miratuar e ashtu quajtura program për menaxhimin me tokën ndërtimore për vitin 2026, e cila parashesh shitjen e 21 parcelëve me mbi 56.000 metra katror tokë publike. Në këtë listë janë hapësira me rëndësi për qytetarët, parkingu tek Veroja, hapësira tek qendra sportive, toka prej 38.000 metër katror në Saraqin, për vetëm 61 denar për metër katror, si dhe parcelat në Reqicë të vogël, ku banorët prej vitesh kërkojnë çerdhe për fëmijët e tyre. Kjo që ata po mundohen të promovojnë si zhvillim ekonomik dhe menaxhim me tokën ndërtimore, paraqet një fakt grabitjen e organizuar e pronës publike me pasurim të individëve të afërt me pushtetin. Prona publike nuk është pronë personale e Bilal Kasamit dhe as e shumicës VMRO Vlen. Ajo është pronë e qytetarëve të Tetovës. Pas kësaj deklarate, aktivistët e BDI-s filluan ngjitjen e disa fletushkave çka solli deri te një përplasje verbale mes tyre dhe sigurimit të komunës. I pyetur se çfarë po ndodh me pronat publike në Tetovë dhe akuzat që vijnë nga BDI-a, ku sipas tyre parashihet shitja 21 parcelave mbi 56.000 metër katror tokë publike me çmim fillestar nga 1 deri në €73, zëvendës kryetari i komunës së Tetovës Albi Qamili gjatë emisionit On Time në televizionin Koha, tha se BDI-a po mundohet të krijojë një propagandë artificiale dhe se akuzat vijnë nga një opozitë që sipas tij ka shitur gjysmën e Tetovës. Ai thotë se ka dokumente dhe fakte për këto pretendime. Ka shitur monopolin 15.680 metër katror me €5 metër katror, do të thotë gjithë këtë pronë ka shitur €78.000 real. Ka shitur, ju e dini, historinë e famshme të Shikellakit të serbo-malazezit Daka Davidovic që shiti 5.900-6.000 metër katror në vlerë prej €29.000. Do të thotë e shiti Shikellakin në vlerë prej €29.000 edhe atë një kontraversi, një biznismen i kontravers Daka Davidovic. Ajo që është me dhimbshme. 227.690 metër katror të Teteksit ka shitur BDI-a në kohën e saj. Edhe e dini sa? €4 metër katror. Shiti aluminën 2.500 metër katror në vlerë prej €5, €120.000 ka shitur 25.000 metër katror ka shitur aluminën për €120.000. Shiti Interprometin, edhe atë një pjesë të Interprometit është këtë 3.750 metër katror, €18.000. Dhe shiti fabrikën e Dinsvo 28.000 metër katror për vlerë €5 metër katror, në gjithse €140.000. BDI Dega Tetovë i bën thirrje Albi Qamilit, zëvendës kryetarit të komunës së Tetovës, që të mos bie prej propagandës së porositur, siç thuhet, nga kumbari i shitjes së pronës publike në Tetovë, Adnan Azizi, si dhe nga ekzekutori i këtij krimi, Bilal Kasami, ndërkaq nga udhëheqësia e komunës së Tetovës thonë se ka qenë vetë BDI-a në krye me tuta Arifin që e kanë shitur gjysmën e Tetovës me çmime qesharake në dëm të qytetarëve dhe në konto të individëve të caktuar.